Teknikë i inxhinierisë mekanike. Shkurt, tekniku i prodhimit mekanik është krau i djathtë i inxhinierit mekanik. Ky teknik ndihmon inxhinierët dhe menaxherët e prodhimit të dizenjojnë, zhvillojnë, testojnë dhe prodhojnë pajisje mekanike, vegla, motor e makineri. Nisur nga përparimi vazhdueshëm i industrisë mekanike dhe i kërkesës në treg për këtë profesion, ka perspektivë të mirë punësimi dhe karriere. Teknikun e prodhimit mekanik e gjejmë në uzinë teksa analizon procesin e prodhimit për të zbuluar ato pika që kanë nevojë për përmirësim, vlerëson kostot, shkurton kohën, kalibron teknikat, radhën e punës e të tjerë. Pasi ka mbledhur dhe analizuar këto të dhëna me vëmendje ndaj çdo detaji, bën përllogëritjet dhe propozon ndryshimet përmes skicave teknike dhe komunikimit me inxhinierët e drejtuesit e tjerë. Në vazhdim, ndihmon në zbatimin dhe testimin e këtyre ndryshimeve që lidhen me pjesë përbërëse, makineri, lëndët e para apo teknikat e përdorura. Në këtë zinxhir detyrash, tekniku i prodhimit mekanik shfrytëzon njohuritë e proceseve të prodhimit mekanik, të sistemeve të automatizimit industrial, të aplikacioneve të inxhinierisë mekanike, të mbledhjes së të dhënave e të tjerë. Duke qenë se ky profesionist bashkëpunon me kolegë të ndryshëm në prodhim, aftësitë e komunikimit dhe të punës në grup janë shumë të rëndësishme. Po kaq i rëndësishëm është edhe kurioziteti për të patur gjithnjë interes për të reja teknologjike. Tekniku i prodhimit mekanik punësohet me kohë të plotë në uzina mekanike, zyra teknike dhe kantier ndërtimi. Ky pozicion varet nga menaxheri i prodhimit dhe veprimtaria e tij zhvillohet brenda orareve zyrtare. Bazat e profesionit mësohen në shkollën e mesme profesionale në degën mekanike ose në arsimin e lartë teknik. Në këtë profesion mund të ish fillimisht si ndihmës dhe më pas, me krijimin e përvojës dhe kualifikimet e nevojshme, mund të bëhesh drejtues reparti apo drejtues prodhimi.